Alhamdulillah wa kafa, sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimet të nësi të komet me Allah subhanahu wa ta'ala dhe ati për gjërom që të rafdrejt dhe të vegoj dërgumin e ti, Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjedhe. Të ndohë vëllezër, prej sfidave të mëdha të fetarisë në kohën bashkore, e që saksisht këto sfida të fetarisë lëvizin her pas here në periudat caktuar, shkaku i rrethanave, shkaku i kulturave dominuese, ndonjëherë shkaku i dobësisë së njerëzve. Më thonë, diçka që sot mund të konë sfidë, ndoshta s'ukon shumë sfidë, por dikam pak më herët. Mirë po sot janë disa sfida që shpesh meritojnë më trajtu në mënyrë të veçantë. Mirë po sot kam e bën një tendencë thjesht duke u thirrë për një terrenit të prekun. Jo një terrenit të paragjykuar, po të prekun në kuadër të pyetjeve, në kuadër të asaj domethënë që dëgjojmë prej vllaznive. Ose ajo që nëse kisha pas drejt mi thon, përcaktimet kontradiktore, ku njerëzit në të njëjtën kohë edhe përcaktuan për diçka, edhe të njëjtën kohë përcaktuan për diçka e cila është e kundërta e përcaktimit të parë, ose me thjeshtësu. Mirë po, kur ke ndjes, kontradikta dhe e keqja e kësaj është ku ti përcaktuash tek e para dhe prit rezultatin e të parës, duke injoruar faktin që e ke marrë edhe në diçka tjetër krahas e cila është domosdoshmë kontradiktore. Për shembull, e morëm na në të njëjtën kohë lakmin edhe ushqim, edhe të njëjtën kohë ushqim domosdoshmë mu pajtu me kaderin e Allahut dhe me atë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Edhe pastaj na prismi rezultatin e të parës. Këtu a diçka më e keqja. Këtu nuk është vetëm se nuk të vend rezultati të parës. Ka gjas me dalë një përbërje e re e cila domthonë është çrregullim. Nuk është domthonë diçka në rregull. Ose për shembull morëm dozën për shembull e pasimit të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po në të njëjtën kohë ushqimi shumë edhe madhnimin e pabesimtarëve. Edhe që ata domthonë janë referencë madhe dhe ku kanë bërë pabesimtarët edhe qytetërimi i tyre është domthonë shumë breslënës e kështu me radhë. Edhe mas prompt domthonë nuk e dimi ku ka më shkuar domthonë efekti. Ndaj këtu do të më ju referoj një hadithi për me tregu shembullin e keq. Qysh i bie mos me reflektu me diskursin kërcënues që na nisëm javën e kaluar. Domthonë na morëm një dozë të kërcënimit. A është e qartë? Mirë po jo një dozë të kërcënimit për me vazhdu gjumin. Një dozë të kërcënimit me bëni ndryshim. E shënon Imam Buhariu për Abdullah ibn Abbasit, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë ditë në Kodër, edhe ju ka drejtuar me kazve, edhe ju ka thonë kështu: "Araitum in haddathtukum an al-aduwa musabbihukum aw mumassikum, a kuntum tusaddiquni?" Thot më dalën e më kallzo juve që një armik është në ardhje. Një armik, një luftë, një ushtri armiqësh është në ardhje. A më kishizon bes? Mi thonë që tash sa bëm mbrëmje, veç sa s'kan mrrin. A më kishizon bes? I kanë thonë po. Thot fe inni nadhirun lakum bayna yadi azabin shadid. Sot unë komor më ju paralajmëru, më ja pru një dozë të kërcënimit. Komor më ju paralajmëru që jeni afër një dënimi të ashpër të Allah subhanahu wa taala. Edhe çohet e Bulebi dhe i thot: "Ali hadha jama'tana tabban lak." Qona për çka na kim mbledh, mallku qofsh, u shkatrofsh. E pastaj Allah subhanahu wa taala zbret surën Tabbat yada abi lahabin wa tab. Deri në fund të saj. Kështu që është mirë vllazniu bo marak që ndonjëherë ndoshta jetë marr në njëjtën kohë edhe dozën e Abu Bekrit edhe dozën e Abu Jehlit. Është qartë? Dozën e Abu Bekrit më kon Siddiq, edhe dozën e Abu Jehlit qysh, a vesh pra herët që na fola për çka tema, ka ringjallja, xheheneme, apo? Domethënë ndoshta ne nuk e shprehin këtë formë, ama dozën e tepërzi. Domethënë ka këtu edhe efekt të Abu Bekrit radhiyallahu anhu, edhe efekt të domethënë Abu Jehlit, mallkimi i Allahut qoftë domethënë mbi të. Kështu që nëse ligjërata e kaluar na ka friksu, atëherë çka do të më bë? Domethënë nëse na ka friksu, atëherë çka do të më bë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Fa inni nadhirun lakum bayna yadi azabin shadid." Komor me ju paralajmëru që është afër e keni përpara një dënim shumë të dhëmshëm. Çka do të më bë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë një përgjigje njerëzve më dashur vet. E shënojmë Buhariu për Abu Hurairës, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditë është ngrit me një vend ku ju ka drejtuar popullit vet edhe familjes vet, pasi ka zbrit ajeti kuranor që paralajmëroi të afërmit e tu. I ka thonë: "Ja ma'shar Quraysh", thonë: "O ju Quraysh, ishtaru anfusakum la ughni ankum min Allahi shay'a." Von bajani çarën vetë se unë s'u kry punë të Allahut. Domethënë jeni Quraysh, fisi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bajani çarën vetës, çysh ja bani çarën vetës, bajani çarën vetës se unë nuk më kry punë të Allahut te barekuta taala. Pastaj thot: "Ja bani Abdi Manaf la ughni ankum min Allahi shay'a." O ju bit barku i Abdi Manafit, do thonë nën fis për fisit Quraysh, që kanë më afër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, as me juve s'u mbaj kur gjë ditën e gjykimit, bajën çarën vetës. Blenë dy qysh vetën tek Allahu subhanahu wa taala.
Pastaj thot ja Safiyatu ammat Rasulillahi la ughni anki min Allahi shay'a. O Safia, s'moj me të kry punë të Allah te barekuhu teala. Çu banja çarën vetës. Edhe I thot Fatimas ja Fatima binte Muhammedin, selini ma shi'ti min mali la ughni anki min Allahi shay'a. Dhe ty Fatime bia Muhammedit, kërkom shka të dush pi pasunisë së dunjaje. Ta vaj çarën çtu. Ama te Allah te barekuhu teala s'moj me ta bëj çarën. Kështu që duhet me e ble veten. Duhet me e ble veten, duhet me pështu veten. E more dozën e frikës, do të m'ja bë çarën qysh me shpëtu prej dënimit të Allahu subhanahu wa taala, që mos me mbrin në një gjendje që s'kam çora pa e kallzu këtë gjendje. Kjo gjendje, domethënë, më shumë ti që duhet mi hap syt, mi hap vesh, për kjo gjendje na çto shena. E shënon Imam Ahmedi Imam Buhariu prej Abu Said al-Khudriut, një hadith I gat. Wa idha ra'u annahum qad najaw fi ikhwanihim yaquluna rabbana ikhwanuna. Thot kur ta shohin besimtarë në ditën e gjykimit që shpëtuan prej dënimit të Allahut te barekuhu teala, thonë o Zot, I kena do vllazni. I kena do vllazni na pështuan pa ata s'pi shohmi që kanë shpëtuar. Kanu yusalluna ma'ana, janë fal me neve. Nuk janë kon lënës namazit. Wa yasumuna ma'ana, edhe kanë agjëru bashkë me neve. Wa ya'maluna ma'ana, edhe shumë punë me neve kanë bërë. Domthon mirënit ditën e gjykimit punët e tyre, për përmendin namazin, për përmendin agjërimin, dy shtyllat Islamit, po edhe tash pelamin të përgjithshëm. Nuk janë kon që s'kan pas vepra. Fa yaqulu Allahu ta'ala idhhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhrijuh. Edhe thot Allah subhanahu, shkoni edhe gjeni në xhenem vllaznitë e juve, këdo që e gjeni që e ka një thërmi sa dinari të imanit, merrni edhe nxjerrni domon prej xhenemit. Wa yuharrimu Allahu suwarahum 'ala an-nar. Dhe Allah azza wa jalla ban haram xhenemit me ajek fytyrën besimtarëve. Fa yatunhum wa ba'dhum qad ghaba fi an-nar ila qadami. Po shkojnë edhe I gjojnë që disa zjarri I ka kap deri në këmbët e tyre. Wa ila ansafi saqi, disa deri në gjysmën e poshtë të këmbëve. Fa yukhrijuna man arafu, edhe kanë ta morin që e njohin e nxjerrin domon pi zjarrin e xhenemit. Vini re kanë yusalluna ma'ana, janë fal me neve. Wa yasumuna ma'ana, kanë agjëru me neve. Jo vetëm, wa ya'maluna ma'ana, kanë pas shumë punë me neve, domthon vepra kanë pas njerëz. Ama dikush vepra, domthon vepra të ata të cilët e kanë ditë që pa vepra nuk fituat xheneti, mirë mos më ti shkaku I përlymjes me mëkate të mëdha, shkaku I dëni shkeljes trond kontratës me Allahun kanë funduar xhenemin Allah subhanahu wa taala. E shohim Muhamedi Muslimi bi Jabir ibn Abdullah, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë inna qauman yukhrajuna min an-nar. Disa njerëz kanë dalë pi zjarrit të xhenemit. Yahtariquna fiha illa darati wujuhim hatta yadkhuluna al-janna. Thot kanë mukon të djegun përveç rreth fytyrës që kanë I pas pa djeguna, edhe pastaj kanë hyrë në xhenetin Allah subhanahu wa taala. Domthonjë janë njerëz sejdës. Se fytyra I pështon, mos më djeg shkaku I sejdës. Njerëz sejdës, po ku e di ku e kanë pas ata? Allah mos na vë tyne shkeljen e kontratës me Allah subhanahu wa taala që u dash me himu djegën, po Allah subhanahu wa taala si u kalon fytyra domthonën me u djeg. Mirë po, kanë marrë dozat devotshmërisë. Mirë po, të njëjtën ku kanë marrë edhe dozat mëkatimit. Kanë marrë dozat bindjes, po edhe dozat të rebelimit, edhe mas mëpët I kanë përfunduar çështë. Kështu që në çket kohë që unë po konsideroj që është sfidë kësaj kohe, domethënë ekziston një këmbgulje e egër, edhe një marrëzi me e pranu ose me e promovu një përzierje neutrale të njerëzit. Në kuptimin që s'ka gale që I ki do punë të këqija, se të edhe do të mira I ki. Ose mos e gjyko të keqen e tij se ai bashkë keq I keq nuk ka dhe ai do punë të mira. Domthon, që kjo qasje ka prodhu fetari kontradiktore. Se përcaktimi kontradiktor prodhon fetari kontradiktore. Që I bie, është namazli po ka gjuna të mëdha. Çish ka shumë të marrën kjo? Në çish ka ardhen të kjo rezultat. Ky veç e ka gabu formulën, domthon veç e ka gabu formulën e cila ka sjellën këtë rezultat. Edhe është namazli, edhe thirrët që e fal namazin ose thirrët që nuk I ikni namaz ose kujt çka, ndërka është domthon mëkate të mëdha që ndoshta prindët tonë xhahilet ku janë kon si kanë bë. Ndërka sot mundet mi bë domthon një fetar. Ose për shembull, ka ardhur një fetari e fetarëve që de facto nuk e shohin si detyrim kategorik heqjen dorë pi mëkateve. E shohin si plotësim, e shohin si gjendje e mirë, jo si detyrim kategorik që për mëkon robi I denj Allah dush me ik dorë domthon prej gjunave, edhe duhet më përmirësu, edhe fatkeqësia është që mëkatin edhe të keqen e shohin aq normale, saqë më nuk e shohin si përcaktim të gabum, edhe si ignorancë, si mungesë vetdijes, po më shumë e shohin krejtësisht si diçka të natyrshme që duhet me bashkëjetuar me të. Kështu që na do të tutjen ligjata të tjera me trajtuar një herë këtë pjesën
Çka i bë çdo musliman është gabimtar. Çka i bë çdo njeri është gabimtar. Çka i bë domethënë, a duhet me relativizu këtë punën e gjunojit deri çat drejtë sa që domethënë mos me pasën një temë që na duhet me luftu, më konë devotshëm të pastër. Nuk ku është përlymja, ku është ramja, ku është me jetu me gjunojin, ku është me bashkëjetu e kështu me radhë. Kështu që në çket jetë, në këtë dynjë, që kjo formë, që kjo fetari kontradiktore ka prodhuar domthonjë çrregullim. Ka prodhuar madje edhe marrëzina në fetari. Nëse në dynjë ka pasojë edhe në ahiret nëse nuk përmirësohen robërit tek Allahu te barekuhu teala. E shohim Buhariu për Imran ibn Husajnit, thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Yakhruju qawmun min an-nari bi shafa'ati Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, thot fa yadkhuluna al-jannata yusammuna al-jahannamiyin." Thot ditën e gjykimit kanë me dalën disa njerëz me shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë me dalë pi xhenemit, edhe hinë në xhenet, edhe do të quhen xhenemlit. Në bash xhenetli, po të met emri xhenemli. Bash xhenetli se ki pas takvallëk për me fitu një ditë xhenetin. Bash xhenetli se ki pas tauhidin për me fitu xhenetin. Bash xhenetli se premtimi i Allahut është hak edhe ki me hi se si ki bash shirk Allahut, ama të met emrin xhenemli se s'ki ditën me ndreq kontratën mu përcaktu sakt. Mos me shkel kontratën e Allahu te bareke ve taala. Kështu që mësimi jon do vëllezër, çysh mos mu bë asnjë ditë banor i xhenemit. Çysh domethënë mos marr asnjë moment mos mu kon banor i xhenemit. Çysh asnjëherë në jetë mos mu tu thonë çu kema. Ka përse ky xhenemlia ose erdhën këta xhenemlit ose këta të cilët domethënë i liroi Allahu subhanahu wa taala prej xhenemit. Cila është përgjigjja? Mos bë kurr banor i xhenemit. Është përgjigja në fjalën e Allahu subhanahu wa taala, "Fafirru ila Allah." Ikni te Allah. Ikni te Allah. Allahu po të kërcënon, ik prej Allahut tek Allahu, s'ki ku me ik. Largohesh, s'mundesh me shku dikon tjetër. Ik prej Allahut, shko tek Allahu. Ik prej dënimit të Allahut, shko te Allahu, se s'ki çatë çare, s'ki çatë zgjidhje. Domthon dënimi o çështu, kërcënimi o çështu, a ki zgjidhje? S'ki zgjidhje vetëm me ik te Allahu te bareke ve taala. Kështu që s'ki më sigurt, s'ki më mirë, s'ki më pa dyshim sa me ik te Allahu te bareke ve taala. E çuçi be me ik te Allahu te bareke ve taala, shënim Muhamedi wa Muslimi pe Aishës, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej duave që e ka pas, ka thonë Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik. O Allah, kërkoj me razien tonë me mbrojt pillënimit tan. Domthon prej teje te ti iki, s'kam ku me shku. Wa a'udhu bika mink. Kërkoj mbrojtjen tonë prej teje. Domthon prej kërcënimit tan, prej hidhnimit tan, s'mundet kërkosh më kështu, vetë se ti. Kështu që nëse e kuptojmë çka e kuptojmë çysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej duave të gjumit ne ka mësuar me bë pikërisht çka. Sigur se shënojmë Buhariu Muslimi prej Bara ibn Azib, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej duave që ka pasur para se me flet, la malja wala manja minka illa ilayk. Nuk ka stre prej teje, edhe nuk ka shpëtim prej teje vetë te ti. Domethënë përgjigjja është me ik te Allahu te bareke ve taala. Kështu që çysh i bë çka me ik te Allahu. Çysh i bë me ik te Allahu. Unë mendoj që përgjigjen e kena tek ata tre sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë bërë gabim. E dini domethënë ngjarjen e tre sahabëve që e kanë bënë mëkat. Një mëkat, keni vëmendje, një mëkat. Jo kanë jetuar me gjunoa. E kanë bënë mëkat, edhe kanë bënë tobe, edhe Allah e ka pranuar toben, edhe ka ndodhur një ngjarje. Mi po keni vëmendje, thot Allah subhanahu. Wa ala thalathati alladhina khulifu. Sa i përket aty në tre vetëve që nuk ju kanë përgjigj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kushtrimin e tij. Hatta idha daqat alaihim al-ard bima rahubat. E masi kanë gabu, thot toka ju kanë ngushtu këtyn edhe pse toka është me gjon. Çka i bë me ikta Allah, mu të ngushtu toka. Çka i bë me ikta Allah? Pastaj thot wa daqat alaihim anfusuhum. Edhe shpirti ju kanë ngushtu. Edhe shpirti ju kanë ngushtu, çysh domethënë e banëm çka gabim. Wa dhannu an la malja min Allah illa ilay. E tha u bendën që s'ka me pështu ndryshe pe Allahut vetëm me kthyer Allah, vetëm me ikta Allah. Pastaj thot thumma taba alaihim liyatubu. E pastaj Allahu ja mundse me tobe dhe ata banën tobe. Domethënë, çipe me ikpe Allah subhanahu wa taala, bazon që këtë ngjarje me evidencë koranore janë katër përshkrime çipe me ikte Allahu. E para, hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahubat. Deri sa ju ngushtu toka edhe pse toka shumë e gjatë. Domethënë deri sa gjunohi, sta bë punën çashtu, mu të duk dynjaja e vogël, alo largje. E dyta, wa daqat alaihim anfusuhum, edhe shpirti ju ka ngushtu. Jo me mu krenu me gjunoha. Jo me llogarit ato gjunat e veta si puna më e vogël ose çka thon Abdullah Mesudi si puna munafikit që i hek domthon sigurisht një insekt që mundet me hek prej hunës. E treta, wa dhannu an la malja min Allah illa ilayh. Edhe thau bendën që s'ka shme kështu tek Allahu vetëm më kthy te Allahu te barekuhu taala. Edhe e katërta, thumma taba alaihim liyatubu. Pastaj Allahu ja mund se këtu me bë tobe dhe ja pranoi pendimin.
Allah ja mëson me botobe dhe u pendon tek Allahu subhanahu wa taala. Kështu që pa të ngushtuar dunjaja prej sketchit edhe më të ngushtuar shpirti prej gjendës tonë, mos më pranon çka realitet ku je. E pastaj më bin që dush me ik te Allah te barekuta, nuk të vën ndihmë hynore pe Allah subhanahu wa taala për më penduar, për më ndreq, edhe për më armën i fetari që kam të pështu ditën e gjykimit ku dish për Allah subhanahu wa taala. Keni vëmendjen që ta sahabë vesh një mëkat e kanë bërë. Po e ri përsëris. Domthon që kjo më të ngushtu dynjaja, zemra, apo edhe me të sforcu bindja që do të më ikte Allah te barekuta, me të mësoj Allahu pendimin, kjo ka ndodhur domethënë vesh me një mëkat, çish mund të më kanë në dikush i cili suni numëron gjunat e veta. Ose dikush i cili është sfidë për ta veç me numëruar gjunat e ditës, jo të javës, të muajit, të vitit, prej udhëzimit, para udhëzimit që nuk e dimë ne ka pranuar Allahu te barekuta toba, nuk ne ka pranuar Allahu te barekuta. Kështu që fafirru ila Allah. Ikni te Allahu te barekuta. Ikni te Allah azza wa jalla me shpëtu për hidhnimin e Allahut. Ikni tek Allah azza wa jalla me shpëtu prej kurthave të shejtanit. Ikni te Allah azza wa jalla me shpëtu prej sherrit të shpirtit, po edhe ikni te Allah azza wa jalla me shpëtu prej kthetrave dynjos. Kështu që njeriu kur ik, ose koncepti dhe nocioni i ikjes, njeri kur ik, a ik i relaksum, njeri kur ik, a ik i qet, apo ikja ka të bëj me frikë, ikja ka të bëj me frustrim, ikja ka të bëj me trishtim, ikja ka të bëj edhe me nguti, du të më gut. Nëse dikush fjala bie për shembull, nuk është kjo gjendja vet të e shqetësu, e shtynë e thot, ma dikurën do të më bëmaj devotshëm, e kom pranuar këtë koncept që duhet më kanë i përkushtuar, po mas do vjedhve, mas do rene, mas do arritjeve të dynjas së kështu me radhë. Ky sot u ik. Ikja nuk kupton frikë, ikja nuk kupton shpejtësi, ikja nuk kupton shtymbje dhe prolongim. Allahu te barekuta ka mund me përdorë edhe ndaj domethënie tjetër, jashtë Kuranit, ndaj nocion tjetër, po e ka përdorur ikjen për me dhënë çka domethënie. Domethënien që kimu përmirësu shpejt edhe domethënien me frikë për me u ndrejt sa më shpejt me Allahun subhanahu wa taala. Kështu që për me kuptuar esencën e lidhjes me Allahun azza wa jall, esencën e lidhjes me Allahun, mirë me kuptuar se bash çaj shoto të friksu, çaj po ta jap ofertën e sigurisë. Unë të kom friksuar Kur'an me këto ajete për xhenemin. Kom fol çat shumë Kur'an për ahiretin, çat shumë për ditën e gjykimit, çat shumë kom fol për xhenemin. Unë që po të tos ty, unë që jam tu get friksu ty. Unë jam të thonë ikte une edhe këmë shpëtu. I njëjti shoto të friksu, o të dhon ofertën e sigurisë që është me ik tek Allahu subhanahu wa taala, me ik për dënimin e dhënimit të Allahut, edhe me shku ka Allahu, ik për Allahut tek Allahu te bareke wa taala. Çka do të thonë që kjo me ik tek drejt Allahut? Çka i bë me ik drejt Allahut te bareke wa taala? Ibn Qayyim rahimahullah i përmend disa shpjegime të selefit, thotë wa amma al-firaru minhu ilay fa firaru awliyaihi. Thot me ik për Allahu te Allahu, kjo është thot ikja e vlijave. Me ik për Allahu tek Allahu është ikja e vlijave. Ka thonë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, firru minhu ilay wa'malu bi ta'ati. Ikni për Allahu tek Allahu i bë binduni Allahu te bareke ve taala. Mos si ti bindesh ki shkuti, aj mos më dëno se çe po të binda. Jam tu bind, mos më dëno, mos më dëshko, mos i dhno me mua. Dikush tjetër Sahel ibn Sa'd, Sahel ibn Abdullah ka thonë firru mimma siwa Allah ila Allah. Ikni prej tjerëve krahas Allahut dhe lidhni me Allahun. Si e lidh diku me dikant tjetër krahas Allahut që domthon tu kanë lidh kom. Diku tjetër dikush ka thonë uhrubu min adhabillahi ila thawabi bil iman wa ta'a. Ikni prej dënimit të Allahut për tek sevapi nëpërmjet imanit edhe nëpërmjet bindjes ndaj Allahut. Sikur se Sufjani ka thonë fafirru min al-jahli billahi ila al-ilmi billah. Ikni tek Allahu i bë, ikni pi jahlit. Edhe dilni ka ilmi, dilni ka me njoft Allahun, dilni ka e pjesa ku është dritë, mos rrin terr. Se pin terr nuk mundesh me ik, nuk e di ka cilla anje tu shku. Dil ka drita, dil ka dia, edhe ki me njoft Allahun subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim rahimahullah në një vepër të tij, thot wa tahta min wa ila fi hadha sirrun adhim min asrar at-tauhid. Thot te kjo min ila prej tek, me ik prej Allahut tek Allahu, është një sekret i madh i tauhidit. Është një sekret i madh i tauhidit. Imagjinoni kjo s'mundet me ndodh kurkun. Për ati që ik, te ai do të më shku. Te ai shkon se prej ti tu ik. Por më kallzu që është një te bareke ve taala. Edhe pastaj thot wal firaru ilayhi subhana yatadammanu ifradahu bit talab wal ubudiyyati wa lawazimha. Atë kjo i bë me ik te Allah te bareke ve taala i bë mos me pas synim nga tjetër krahas Allahut, me ndreq ubudien, edhe me punu me kontratën e ubudijës që e ki për Allah subhanahu wa taala, që i rob edhe sklavi Allah subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, thot al-firaru min Allah ila Allah bi ma'na al-hijrati ila Allah. Thot me ik prej Allah tek Allah i bë me bë hijrat te Allah te barekuta taala. Sikur që ka ardhur në hadith ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam al-muhajiru
men hajara ma naha Allahu an. Muhajir i shpërngulur, o çaj që shpërngulur për gjunave. Çaj është muhajir. Çaj ka ditë me lëviz për Allahun te bareke ve taala. Thot pastaj thot dhe çikjo thot, me bëj hijrat për Allahun, a di shajbe. Thot hijranu ma yakrahu wa ityanu ma yuhibbu wa yarda. Me hek dora mu largua mu shpërngul pi asaj që i dhron Allahun, edhe me ardh aty ku e kënaq Allahun, thot yakunu ma hajar ilay ahabba mimman hajara min. Thot dhe kur të bëj hijrat për Allahun, ajo shka e kalon, thot s'ka shans mu kanë më dashur për të se ku ka ardh. Ka ardh te Allah dhe kjo më e dashur se ajo shka e kalon. E kam lënë jetën e xahiletit, e kam lënë jetën e çefeve, e kam lënë jetën e gafletit. S'mund ta jetë më kanë më mirë se jeta e devotshmërisë, ku jam domethënë ty për kështu Allahu subhanahu wa taala. Kështu që nëse i marrim këto shpjegime, mund të më thonë dikush, ikja tek Allahu është e barabartë, jeni devotshëm. Çi kjo pavarësisht, jeni devotshëm, jeni të bindur ndaj Allahut, kryeni farzët, mos bani gjëna. Pse Allahu subhanahu wa taala ka përdorur pikërisht fjalën ikje. Dikush pi dietarët e sit ka thonë liubayna ala anna wara an-nas iqaban wa adhaba. Ka dashur të kallëzoj se pas ikje ka dënim. Nocioni ikje, njerëzit ikin prej zjarrit, njerëzit ikin prej tërmetit, njerëzit ikin prej vërshimeve. Ikja nuk është ngjana domethënë të pajtueshme. Ka dashur Allahu më thonë që nëse s'merrni iniciativë, nëse s'merrni vendim për me ardhur te Allahu, mas kësaj ka një dënim që duhet me ikë atij dënimi. Thotë dhe ky nocion ka ardhur pikërisht për me bë bashk at-tahdhir wal istid'a. Edhe të të tërheq vërejtjen, edhe të thirr. Edhe të dash me ti qelsyt, edhe të ta kallëzue udhën Allahu subhanahu wa taala. Kështu që do mos do të më kuptoni të vërtetë vëllazë, që balancimi i fetarisë, edhe me hin njerin mirë në vi, me hin mirë në vijën e renit fetar, edhe më bë muslimani i devotshëm, kjo ndodh veç kur doza e frikës mirë çashtu siç duhet. Mu balancu me shpresën. Padyshim dashnia është baza, shpresa është e madhe, ama pa u balancu edhe frika, njeri nuk drejtohet. Madje ka pas pi selefit që kanë thonë me bë me mungu frika veç një ditë, më prishet zemra. Nuk i prishet zemra çati që edhe gjasat e mëkatit i ka pas të vogla. I prishet zemra çati që edhe gjasat e lakimit janë kanë më të vogla ndërkaq, çish mund të më prish dikujt sot domethënë në çto rrethana. Kështu që kena me vazhdoni përpjekjet fundit. Edhe kët, domethënë përpjekje nga logjika e ligjratës së kaluame, domethënë për me kuptuar që çata tre sahabe vllazni, çata tre sahabe që ju kanë ngushtuar dynjaja, edhe ju kanë ngushtuar shpirti, e kanë njoftë Allah më mirë se sa unë as sa ti. Domethënë ti tash me morë dhe me shit filozofin, jo shpresa, jo dashnia, jo kjo. Domethënë ata e kanë ditë, e kanë njoftë Allah më mirë se unë as ti. Edhe me çat njohje e kanë ditë se shkelen farz, shkele domethënë mëkatet moja dush më bë marak, edhe dush domethënë mi hap syt që mu të ngushtu dynjaja dhe mu të ngushtu domethënë shpirti. Se nuk mumi me kuptu ndryshe. Ne nuk mumi menun që ata kanë pas mendim të kesh për Allahun te barekutaala. Po çaj mendimi i mirë për Allahun i ka pru mas prom ti që Allah e ka pranuar pendimin dhe jo vetëm kaq. I ka bëu domthon ngjarje aty në më përmend Kur'an deri në ditën e gjykimit. Pasi thot Ebu Sulejman ad-Darani thot men hasuna dhannu billahi azza wa jalla thumma la yakhafu Allah fa huwa makhdu'. Thot kushdo që thot ka mendim të mirë për Allahun, edhe nuk i tutet Allahut, dinë se ky është i mashtruar. Ky të rrajt vetën. Ky ka bëu vetës rrafsh. Mo me njoft Allahun, me pas mendim të mirë për Allahun, edhe në një kohë mos me pas frikë për Allahut, thot ky është i mashtruar. Kështu që çish mund të më bëj bashkë kjo? Çish mund të më bëj bashkë ikja që nuk kupton frikë edhe dashnia dhe shpresa tek Allahu subhanahu wa taala. Na ikim prej Allahut, tek Allahu me fitu rahatin tek Allahu. Na tutmo, edhe friksomo, edhe trazomo, edhe na ngushtot dynjaja, na ngushtot shpirti, me fitu rahatin tek Allahu te barek taala. E shoni ibn Hibani, Sharbani thotë hadithin e Sahih Abu Hurairës, që Allahu subhanahu wa taala ka thonë: "Wa izzati, pasha krenarian teme, la ajma ala abdi khawfain wa amnain." Kur s'ja bëj bashk robit tem dy friga dhe dy siguri. Idha khafani fi dunya amantu yawm al-qiyamah, nëse më tutët dynja, ja për hati dhe sigurinë ahiret. Wa idha aminani fi dunya akhaftuhu yawm al-qiyamah, si të njët për meja sigur në dynja, ka me trishtu në ahiret, ka me friksu në ahiret. U dashtën njënën për këtë me friga me zjedhë, ja frikën e dynjas, ja frikën dhe më thonën e ahiretit. E për çfarë frikën ato folën? Ato folën për frikë të trishtimit, nuk janë ato folën për se frikë. Janë ato folën për frikën e cila dhe më thonën ty të ban me lëviz. Shati kush selefit ka thonë, nuk është i friksuar ai që kanë, nuk është i friksuar ai që i fshin lotët, por ai që e braktis atë që ka frikë shkaku i saj me ardhë dënimi i Allahut. Që kjo i friksuar, që ky është atutet me bëj gjuna, që ky është atutet me shkel në kontratë, që ky është atutet me prek në haram, që ky është atutet për haramit, që kjo i friksuar. Jo ai i cili kanë, jo ai i cili domethënë shpërfaq khushu,
Sa mund njëri me pas edhe për arsyeve të tjera. Kështu që çka tem për me përmbyll, po duam me thjeshtësu nëpërmjet shembulltyrave tona. Se mos thonë ti kjo fe nuk ka fe e letrave, kjo fe e burrave. Domthonë kjo fe që u praktikua dhe kam u praktikuar deri në gjykimin e burrave, edhe për besimtarëve të njerëzve të sinqert, të cilët e kanë kuptuar që thirrjet e Allahut nuk janë absurde, thirrjet e Allahut nuk janë utopike, janë që realizohen dhe mundën më bë. Ebu Suleiman ad-Darani thot për Tavusin, shpesh ka dash me flet, edhe s'ka mujt më bë rahat. Tavusi u kon pe imamëve të ilmit të devotshmërisë. Thot ka dash me flet, ose s'u bë rahat, edhe thot kur s'u bëj rahat, e di që se sot u bë rahat për diçka tjetër. Se neve na ndodh mos më bë rahat gjithë natën. A neve na ndodh mos më bë rahat se na ka hil lakmia edhe gara për dynjë. Edhe meta dhe gjërat e eme shumë shka ka bë dynjaja që unë s'ni kom rri. Edhe thot u çumi mora abdes, thot e fali, thot namazin e natës deri sa herë thot mëngjesi, e pastaj tha tayyara dhikra jahannama nawm al-abidin. Tha kujtimi i xhehenemit, tha ja hupi, tha ibadetxhive, tha qefin e xhumit. Domthon qefi i xhumit iki tha ibadetxhive ku pe kujtojnë që ka domthon në xhehenem. Domthon ibadetxhit domthon e hupin xhumin. Ndërkaq mëkatar që për ata u bë gati, xhehenemi aty nuk ju prishet domthon në xhumi. Kështu që është mirë na me prish xhumin për farzët e Allahut subhanahu teala, se ajetet edhe hadithet për xhehenemin nuk janë rrëfenja për me trishtu njerin. Janë për me zgju muslimanin. Janë për me zgju atë i cili do me shpëtu prej dënimit të Allahut subhanahu teala. Ebu Bekri radhiyallahu anhu është më i miri i umetit. Ama e ka pas për një me fen Allahut në këtë kapitujt. E ka pas për një me fen Allahut edhe te frika. Jo për një me të fen Allahut veç te besimi i dogmës, të pranimi i lajme për qiellit, e kura puna e frikës më konë që të njeri. Transmetohet sikur se shënim me Hakim Shobel Iman, se Dahaki thot, ka kalu thot në praninë e Abu Bekrit radhiyallahu anhu një shpend, edhe thot e pa thot që e zuni një vend thot me një pemë. Edhe tha tuba leke ja tajr. Tha lum ti o shpend. Tatiru fataqa ala shajari thumma ta'kul min ath-thamari thumma tatiru laysa alayka hisabun wala adhab. Thot bëna për pem, ha këtu, ha atje, mas prompti për ty s'ka as llogari, as dënim. Lum ti çfarë fati ki. Thot ja lejteni kuntu mithlak. Më kon ta kisha pas në fakën tonë. Më kon ta kisha pas në fakën tonë që s'ka ditë gjykimi për mua. Kështu që ne na friksomo për me u zgju që duhet më bë gati për çka ditë. Për dikan mund të bëhen javë arshme. Domthon për dikan mund të bëhen javë arshme momenti i vdekjes edhe takimi me Allahun subhanahu wa taala, dita e gjykimit vjen shumë shpejt. Nuk e dimi, domthon shumë njerëz, madje shife, domthon edhe në xhami aty shko. Domthon e vren që mosha e vdekjes, edhe mesatarja e vdekjes tek njerëzit çdo ditë më shumë na lë me befasina. Edhe na tankohen e ushqimi ndjenjën e jetës së gjatë, edhe nuk e mendojmë që këtë punë për me ardhën, tamam me jetu me çka ndjenjë që ka në ditë gjykimi që kemë nejt para Allahut te barek ve taala. E shonim Imam Taberani prej Hasanit që tregon për Abdullah Mesudin që ka thonë, thot më kanë ditën e gjykimit, me morën, me laçet, edhe me mlan mes xhenetit dhe xhehenemit. Edhe më thon prit që tu, derisa të vijë momenti me dhon llogari. E si të kish qef, shndrohu në hi. Thotë kisha zgjedh më kon hi, e mos me prit çat moment apo xhenet apo xhehenem. Apo xhenet apo xhehenem. Domethën, ne na friksu për me nis me mat me ahiret. Ne ushimit e mormi dozën e frikës për me nis me mat me ahiret. Me mat me çiket moment kritik, nuk jena friksu thjesht veç me pas sa e habitshme ose e frikshme është domethënë dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Kështu që është rëndësishme me pa çtu ajete, që ky përshkrim apo ta ndron çasin ndaj ajeteve, apo ta ndron çasin ndaj këshillave, apo ta ndron çasin ndaj mësimeve fetare, apo thjesht mësimet fetare janë bërë thjesht një zavendësim i konvertimit ton kulturor. Deri ndjek na kështu diçka tjetër, tash ngomi derse. A mu jo që ngomi për me arte çu domethënë. Jo që ngomi që duhet me bën një ndryshim të madh dhe një transformim të madh domethënë shpirtëror. Temime deri prej sahabëve, kur ka ardhur një ajet prej ajeteve të Allahut subhanahu wa taala, e ka përsërit shpesh, ka kajt shumë, edhe kom pe ajeteve që ka fiksuar shumë. Cila ajet? Thot Allah subhanahu am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihat. Thot tash ka bojnë punë të këqija, tash ka përlyen. A menojnë që na kemi barazu me njerëz të mirë që kanë besuar, kanë bërë punë të mira? Thot ata menojnë tash që kemi barazu ditën e gjykimit? Domthonë e menon ti Allahun drejt. E menon absolutësinë Allah subhanahu wa taala. Domthonë barazohesh ti me një plak ndoshta para 3-4 vjetëve që kurrë në jetë një domthonë denar haram se ka pas. Një cent haram se ka pasur. Apo
A çdo 3 muaj ki mesele dyshim ta ku ishte durt. Apo a mundesh mu barazu ti me çat? Thot Allah subhanahu sawa'an mahyahum wa mamatuhum. A menojnë ta se jetën e vdekjen kena më bot njëjtë. Njerëz që për lyen gjuna me tash nuk për lyen. Sa ma yahkumun. Po sa keqin e të gjykuve. A njihni Allah subhanahu wa taala. Çish mund të mendoj? Te mi me darin që kjo ka trishtu. Që kjo ka trishtu, çka ka trishtu edhe ka friksu edhe ka përsërit me lot. Ose i na friksu vllazni për me menu një fakt për shembull. A na është zbut neve vetë pëlqimi, i cili është una myt, edhe siguria që na tunit sigurt për dënimin e Allah subhanahu wa taala. Një herë Hasan al-Basriun e kanë patu kajt e kanë thonë, "Ma ju pkika." Çon gjithë kjo kajt me. Hasan al-Basriu domthon shembulltyra ta vallëkit të selefi dhe të khalefi. Thot akhafu yatrahani gadan fi an-nar wa la yubali. Thot kom frik, çka nëse nesër më gjun zjarra si bot von. Çka wala yubali. A ka drejt çtu me thonë Hasan al-Basriu? Wala yubali, von si bot von. Domthon a ka dikush janë anal Allah. Mos e çort. Ose a ka dikush më thonë, a mundet më thonë Allah dikush që nuk gjykova drejt. A mundet më ndon ditën e gjykimit dikush më thonë Allah subhanahu wa taala ky se ka merituar çtu me gjujt. Wala yubali, më thonë gjuna dhe çka? Kush mundet më thonë Allah ti? Kush mundet ditën e gjykimit më thonë Allah ti? Thotë unë kam çka të frikë, unë di e njoh vetën, po edhe e njoh, domethënë varfnin teme, edhe fukarallëkin tem shpirtnor, edhe fukarallëkin tem të veprave, edhe ka drejt Allah ditën e gjykimit më gjujt. Ka drejt. Thot friksona sepse domethënë gjendja jon kur nuk është domethënë gjendje që mumina me garantu. Kështu që jena friksu vllazni për me ardhen këtu. Mi numëru se secili prej neve ka pyetujt e fetaris ku i ka keq. Secili prej neve ka pyetujt fetaris, mi këshir ku i ka keq, edhe me e rishikua edhe një herë çastin e tij në përgatitje për mu taku me Allahun subhanahu wa taala. Dikush pi selefit një herë i kish fol vetës kësaj. Kishon wayhaka man yataradda anka rabbak. Ha mirë për ty. Kush mundet me bë Allahun razi për ty përveç teje? Kush mundet me pajtu Allahun për ty përveç teje? Pastaj thot, "Wa man yasumu lak." Thot kush mundet më çu magjur për ty? Kush çohet magjur për ty? Thot thumma yaqul ya ma'shara an-nas. Pastaj u djua dhe ka thonë njerëz, "O ju njerëz. Man al-qabru baytuhu wal-mautu maw'iduhu." O ju njerëz që shtëpinë të vorrët e keni. Edhe termini i vërtet i ju është vdekja. Ala të bëkun, asini të kajt. Kush ka mu falë për ty? Kush ka me agjeru për ty? Kush ka me lezu Kur'an për ty? Kush ka me bë dhikr për ty? Kush ka me bë dua për ty? Kush ka me bë Allahun të kënaqë për ty? Domethënë përveç se ti që do të me bë vet. Kjo projekti jot nuk ka që tërkujt. Që kjo është projekti jot, ti duhesh me kry sa je gjallë. Se terminin e ki të përcaktuar në ditë që kemi ndru jetë, edhe kemi shku tek Allahu subhanahu wa taala. Kështu që nëse kena domthon kriza, nëse dikush prej neve sot, elos Allahun kur kush musliman, ka krizë me farzin, kush ka me kry këtë farzin se krynte? Nëse një motë muslimane ka se kanuar e xhabin, kush ka menu për ta? Ose nëse dikush ka krizë, Allah nuk e ka Kur'anin pjesë tjetës, edhe nuk e ka pjesë tjetës me jetu me halal dhe kështu me radhë. Kush ka me bë për ty nëse si ban? Ikte Allahu kry çtu. Ikte Allahu çu ndreç çtu projekte që domthon me toki me blevet vetën tonë me shpëtu ditën e gjykimit para Allahut subhanahu wa taala. Për fund, do vëllezër është një poezi që e përmend Ibn Qayyim rahimullah në një prej librave të tij, kisha pas shef me përmbyll, thotë kështu. Thotë ya aminan min qabih al-fi'l minhu hal ataka tawqi'u amnan anta tamliku. Thotë o ti që po rri sigurt për punë të këqija që i bë. A mos ka ardhur një garancion që po të thotë rri sigurt? Jama'ta shay'ain amnan wa ittiba'a hawa hadha wa ihdahuma fi al-mar'i tuhliku. Thot i kibo bashk edhe sigurin, po një është i sigurt për dënimin e Allahut, edhe ndjekjen e epshit. A veç njënën me pas njëri prishet. Veç njënën me pas bolli shkon për mu prish. A të dyja ti kibo bashk. Edhe një është i sigurt, edhe i shumë as epsheve. Thot wal muhsinuna ala darbil makhawif qad saru wa dhalika darbun lasta tasluku. Thot gjithherë u kanë rend të njerëz të mirë që duhet me pas frikë. Gjithmonë u kanë rend i njerëzve të devotshëm që duhet me pas frikë. Thot po ti se ki njët me hin këtë farullë. Domthon kush do që ta sill muhabetin ka frikë ti kshymi kësaj teme. Thot farratta fi zar'i waqt al-badri min safahin fa kayfa 'inda hasad an-nas tudriku. Thot kur do të me miell far, ti me marrëzien tonë ki shku i angazhuar me diçka tjetër, orën tonë e kilon. U kon stina me çit far. Thot e qysh kur të bëhen korrat do më mrin njerëz. Kur vën ditët që kanë më marr njerëz se si korrat e veta, qysh do më mrin ti s'ki çit kuni farfare.
Thot hadha wa a'jabu shay'in minka zuhduka fi daril baqa'i bi'ayshin sawfa tatruku. Thot vesh këti çuditshëm je. A më çuditshëm ja çon ti thot çysh jetë të hub ahiretin e përhershëm për një jetë që jetë e lën. Ti çdo ditë jetë e lën. Çdo ditë jetë e harxhu, çdo ditë jetë e konsumu, jetë e lën. A për çka që jetë e lën, ahiretin që të ardhë më nuk jetë e bollati. Men is-safihu idhan billahi anta amil al-maghbun fi al-bay'i ghabnan sawfa yudriku. Thot kallzon pashallah, kush o njeri ma mendjelet? Ti apo një tregtar që e mashtron dikush tregti, po nesër i vën apet një shans me bëni tregti tjetër. Mund ti çati i thuj mashtrum, e kish marr mallin e lirë shtrejt, edhe të shtrejtin, domethënë e kish marr mashtrejt, edhe ty do se ajo është mendjelet, jo ti mendjelet. Po ti mendjelet që domethënë nuk je bë gati me fitu xhenetin Allah subhanahu wa taala. Kështu që Allah subhanahu wa taala na ka dhënë një muhabet xhenetlive në surën At-Tur. Allah na mësof me bëkët muhabet. Thot Allah azza wa jall wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun. Ulën xhenetlit vin me u shërbyje shërptorët e xhenetit edhe nisin e bëjnë muhabet. Ngoni çka muhabet. Për me ardhë që muhabet duhet me jetu me çdo mësime. Për me ardhë që ky muhabet duhet me jetu me çka çasje. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Thonë xhenetlit, elhamdulillah adhum që to veç ku na kanë me familjet e tona shumë i natut. Ku na kanë dënjo shumë i natut. Shumë kina pas frikë, apo fitojmë xhenetin as po fitojmë. Apo i dhënojmë Allahun as po i dhënojmë. Apo përfundojmë në xhenemin e Allahut apo jo. Thot na kur ishim te shtëpiat e tona në tokë, thot shumë kina pas frikë. Famanna Allahu alejna wa waqana adhab as-samum. Ama Allahu na begatoi me udhëzim, me bindje, edhe na ruajti Allahu prej zjarrit të xhenemit. Edhe na ruajti Allahu prej zjarrit të xhenemit. Inna kunna min qablu nad'u. Na përpara e kena adhuru Allahun. Kena ku muhabet, hini në xhenet se njëri mirë. Ja, e kena adhuru Allahun. E na tut. E kena adhuru Allahun dhe kena arshëto. Thot innahu huwa al-barrur rahim. Edhe Allah azza wa jalla është i mirë dhe i mëshirshëm. Na ka udhëzu, na ka mësu Allahu me adhuru Allahun, edhe jena tut, jena bogati, kena fitu xhenetin Allah subhanahu wa taala. Kështu që me ushqy frikën, me vati për ahiret, me ik tek Allahu, prej Allahut, me i kry farzet, me i kry detyrimet, me hek dorë pi gjunave, edhe që në ditë me na begatu Allahu, edhe me na shtu pi zjarrit të xhenemit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.